Përshëndetje mirëseardhje në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Ndalemi me njëherë tek aratisja e Altin Ndocit nga Spitali Rajonal. Vetëm një ditë më parë janë arrestuar në fakt 8 persona për këtë ngjarje, ndërsa nuk ka ende asnjë gjurmë nga ky fundi. Do lidhemi direkt nga Durrësi me kolegun Leonida Musaj për të mësuar më tepër. Leonida, të përshëndes, një ditë pas aratisjes Altin Ndocit, kemi edhe arrestima, apo jo, kush janë të arrestuarit dhe cili ka qenë roli gjithsecilit apo përgjegjësia e tyre në këtë aratisje të Ndocit një ditë më parë? Përshëndetje Kasandra, në fakt 8 persona janë arrestuar mëngjesin e sotëm nga ana e shërbimit të brendshëm të burgjeve të SHKB-s, e cila ka jetuar me intensitet që prej largimit ose aratisjes Altin Ndocit në ditën e dieshme nga Spitali Rajonal i Durrësit, nga reparti efektivit atje ku kishte shkuar për të kryer një vizitë rreth orës 10 të paraditës së dieshme, ndërsa pak minuta më pas ai u largua duke patur edhe një përleshje me një prej efektive të burgjeve i cili e shoqëronte në momentet e vizitës që do të kryente pikërisht në këtë repart. Të arrestuarit janë shtetasit Desdemon Paza, i është zëvend shefi i burgut të Durrësit, Aulon Çuko, krye fermieri i burgut, Dorian Saraçi, Saliv Perollari, Preng Barbataj, Pation Baçi dhe Violeta Uka janë gardian të burgut të Durrësit, të cilët një pjesë e tyre ka qenë pjesë e shoqërimit të aratisurit, të cilët e ka shoqëruar nga mbijetet e burgut drejt Spitalit Rajonal të Durrësit. Ata akuzohen për mosveprim në momentet e shoqërimit të arrestuarit, i cili më pas u arratis, dhe për ta po jetohet intensivisht sërish nga ana e shërbimit të brendshëm të burgjeve për të zbardhur edhe rolet e gjithë secilit prej të arrestuarve. Sipas burimeve nga grupi i hetimit, 5 persona kanë qenë shoqërues të burgosurit nga burgu drejtim të Spitalit Rajonal të Durrësit, 3 prej të cilëve pasi e kanë dorëzuar në ambientet e brendshme të Spitalit të Durrësit, janë larguar për të kryer një tjetër shoqërim nga burgu drejt gjykatës së shkallës së parë, ndërsa 2 persona të tjerë e kanë shoqëruar të burgosurin Altin Ndocit deri në momentet që ai është arratisur. Dihet që këta akuzohen për përdorim detyre, pasi siç e shohim nga pamjet që ne përcjellim aktualisht, është një burgosur me rrezikshmëri të lartë ku akuzohet për disa vrasje, 4 prej të cilave në Durrës dhe për masakrën e Bradasheshit, një person i cili transportohet në masa jo të rrethta siguria, siç e do protokolli, ndërkohë që pjesa tjetër të burgosëve të cilët kanë vepra më të lehta. Po Leonida, se pikërisht këtu duhet të ndalemi tek masat e shtuara të sigurisë, të cilat në fakt duhet thënë që kishin kaluar në plan 2, mungonin masat e sigurisë, sidomos kur kemi të bëjmë me një person ndaj të cilit rëndojnë akuza për vrasje. Janë të paktën 4 vrasje të dyshuara të kryera nga Altin Ndoci. Përse mungonin këto masa sigurie? Çfarë dihet deri më tani për këto hetime? Në fakt, sipas burimeve që na vijnë së fundmi nga grupi i hetimit, dyshohet që ka pasur bashkëpunim me gardianët e burgut apo edhe persona të tjerë, të cilët janë tashmë të arrestuar nga ana e shërbimit të brendshëm të burgjeve, pasi nuk ka asnjë logjik tjetër që një person i rrezikshmërie të lartë të shoqërohet në masa jo të rrepta sigurie, por sikur u transportonte një pacient nga një spital në spitalin tjetër dhe jo më një burgosur për të cilin ka disa akuza, 4 prej të cilave për vrasjen në Durrës, po siç e thashë pak më parë, edhe për një masakër në Elbasan, pra në Bradashesh. Ai po transportohet fillimisht, ka disa shkelje, burgu në raste konkrete lajmëron fillimisht spitalin në të cilin do të transportohet për të kryer vizitat i burgosurit, gjë që nuk ka ndodhur gjatë ditës së dieshme, një koordinim mes burgut dhe spitalit, që në rastin konkret spitali me anë të
sigurisë të tij duhet të merrte masa për të rrethuar të gjithë territorin me efektivet e Ilirian Guard, e cila kanë në menaxhim të gjithë territorin e Spitalit të Durrësit për ta mbajtur në mbikëqyrje ose për ta ruajtur në një farë mënyre. Shkelja e dytë është fakti që është transportuar me anë të një autoambulance që në rastin konkret duhet kishte edhe një tokë shoqërimi nga mbrapa, e cila shoqëronte pavarësisht se ishte autoambulanca, po ishte një furgon i transportimit të burgjeve. Fakti i tretë është, shkelja e tretë është fakti që nuk ka qenë i prangosur, i burgosur i rrezikshmërisë të lartë nga autoambulanca në drejtim të vendit ku do të kryeshin edhe vizitat në katrin e tretë të efektivit. Dhe rasti 4 është fakti që duheshin të paktën 3 persona për ta ruajtur deri në momentet që do të kryej shoqërimi nga spitali në drejtim të Dhe duhet burgut që se gjithë masa mungonin, Leonida ka dyshime për një bashkëpunim, apo jo? Mirë, unë të falenderoj fakt për gjitha këto dëna që ndave, ne do vijojmë të mbetemi tek kjo ngjarje, pasi është kolegja Blona Prengza, e cila ka mundur të sigurojë të tjera të dëna, pasi ka dyshime që i arratisuri mund të fshihet në kryeqytet. Lidhemi me Blona Prengza në këto momente. Blona, të përshëndes, janë shtrirë kontrole edhe në kryeqytet, po kërkohet Altin Doci edhe në disa prej zonave të Tiranës, cilat janë të reja që ke mundur të pësosh? Po, Kassandra, në fakt, kontrolet nga ana e forcave të policisë vijojnë edhe në kryeqytet, janë kryer kontrole në disa zona të ndryshme të kryeqytetit, përkatësisht Don Bosco, Selit, pjesa e Astirit, janë bërë kontrole nga ana e policisë së shtetit, por gjithashtu është kontrolluar edhe banesa e Altin Docit, e cila ndodhet në zonën e Ysberishtit, ku forcat e policisë në fakt edhe në këtë kontrol nuk kanë arritur që të lokalizojnë 38 vjeçarin, por nga ana tjetër kanë vazhduar kontrollet edhe si rrugë lidhse me Durrësin, kontrollet kanë vazhduar edhe në pjesën e Ndroqit, në rrugën e Ndroqit, nga ana tjetër lidhur me këtë ngjarje të ndodhur mesditën e djeshme, familjarët e 38 vjeçarit të arratisur tashmë kanë deklaruar se nuk kanë dieni për vendodhjen, më pas kanë qenë forcat e policisë të cilët kanë zbardhur në fakt edhe itinerarin e ndjekur nga ky i fundit, çka ka shtuar dyshimet se Altin Doci mund të fshihet në një prej zonave të kryeqytetit, ndaj janë kryer kontrolle gjatë ditës së sotme. Në fakt, sipas bazuar në pamjet e kamerave të sigurisë, policia ka arritur të zbardhë edhe itinerarin e ndjekur nga 38 vjeçari, pasi ka dalë nga spitali i Durrësit. Doci është larguar me një automjet tip Audi, të cilin është pritur nga një person, dhe më pas ka kaluar drejt zonës së spitalës, nga pamjet e sigurisë është parë në Shën Vlash më pas dhe ka vijuar në autostradë. Kjo deri në këto momente ky ka qenë itinerari zbuluar nga ana e policisë përmes kamerave të sigurisë, ndërkohë sipas një informacioni të fundit, kontrolle janë kryer edhe në zonën e Kamzës, por edhe në Fushkruj. Nga ana tjetër, për vetë faktin që ky ka qenë itinerari i ndjekur nga 38 vjeçari, janë shtuar dyshimet nga ana e policisë së shtetit se ky i fundit mund të fshihet në kryeqytet, ndaj edhe vijojnë kontrollet për kapjen e këtij të fundit. Ndërkohë janë marrë edhe dëshmit e familjarëve të Altin Docit, Blona? Po, në fakt, disa nga familjarët e Altin Docit jetojnë në qytetin e Durrësit. Sipas informacioneve që ne kemi arritur të sigurojmë, këta të fundit janë shprehur se nuk kanë dieni për vendodhjen e Altin Docit. Ky ka qenë i vetmi informacion që këta të fundit kanë dhënë, ndërkohë edhe nga ana e policisë vijojnë në fakt përpjekjet për lokalizimin e 38 vjeçarit, nga ana e familjarëve janë shprehur se nuk kanë asnjë dieni për vendodhjen e tij. Dhe për këtë ngjarje, Blona, kemi 8 persona të arrestuar, për të kujtuar edhe një herë kush janë të arrestuarit dhe përgjegjësia dhe roli i tyre në këtë arratisje të Altin Docit.
Po, në fakt, Task Force e Prokurisë së Durrësit ka arrestuar 8 persona lidhur me këtë ngjarje. Disa nga këta persona janë pikërisht arrestuar dhe kanë qenë pjesë e grupit të shoqërimit të 38 vjeçarit drejt ambienteve të spitalit. Nga ana tjetër kemi edhe arrestimin e krye infermierit, por edhe të zëvendës drejtorit. Bëhet fjalë për Aulon Çuko, Desdeman Pazaj, Dorian Saraçi, Sali Ferollari, Preng Marvataj, Fation Aranit Qela dhe Violeta Uka. Këto janë 8 personat e arrestuar, ashtu siç edhe në fakt e shpjegova, disa prej këtyre të arrestuarve janë pjesë e grupit të cilët kanë shoqëruar nga ambientet e Burgut Altin Docin drejt ambienteve të spitalit. Në fakt, edhe siç e kemi parë nga pamjet e sigurisë, në momentin që ky i fundit zbret nga makina për të futur në ambientet e spitalit, dyshohet të ketë qenë në fakt pa pranga në duar. Nga ana tjetër, në momentin që ky i fundit ka përfunduar vizitat në spitalin rajonal të Durrësit, edhe ka parë situatën, ka arritur që të godas një nga personat cilët e ka shoqëruar dhe më pas të arratiset nga ambientet e spitalit, më pas për të larguar me automjetin të pautit. Punonjës Blona që është i përfshirë edhe në dhënien e telefonit ndaj kryetarit bashkisë Erion Veliaj? Është i njëjti person që ka shoqëruar edhe Altin Docin edhe Erion Veliajn, apo jo? Po, në fakt bëhet fjalë për të njëjtin person i cili ka shoqëruar nga ambientet e Burgut të Durrësit edhe kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, por edhe Altin Docin. Në fakt, ky është një detaj i cili është dhënë re gjatë verifikimit të personave të cilët kanë qenë pjesë e grupit të shoqërimit të tij. Bëhet fjalë për të njëjtin person që në fakt i ofroi telefonin e tij celular zotit Veliaj. Dhe është i njëjti person i përfshirë edhe në shoqërimin e tij. E kuptoj. Mirë, Blona, unë falenderoj për këto detaje që ndave, se takon edhe arrestimeve që janë kryer pas arratisjes së Altin Docit, por kush është Altin Doci? Ishte arrestuar që prej vitit 2020 dhe ishte akuzuar nga SPAK për 4 vrasje në Durrës, edhe pse kishte fituar pafajësinë për to. Doci është nën hetim nga SPAK për masakrën e Bradasheshit, pasi emri i tij u përmend në rrëfimet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë Nuredin Dumani dhe Erion Alibej. I arratisur i Altin Doci u arrestua gjatë operacionit Plumbi i Artë si i përfshirë në bandën kriminale. Altin Doci ka qenë i dyshuar për vrasjen e 4 personave, fillimisht 2 vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhiaj në Durrës dhe ekzekutimin e 2 personave të tjerë në vitin 2020, Angelo Avdia dhe Dorian Shkozën. Por më 2 prill të vitit 2024, gjykata e posaçme ka pushuar të gjitha akuzat ndaj Altin Docit, përfshirë edhe dyshimi për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdias, duke shpallur të pafajshëm. Ishin dëshmitë të arrestuarit Klevi Salla, i cili e përfshinte Altin Doci në këto 4 vrasje, por gjykata e posaçme nuk u bind nga këto dëshmi, çka bëri që të marrë pafajësinë. Nga ana tjetër, për vrasjen e 2 vëllezërve Haxhia, gjykata e posaçme dënoi me 25 vite burg Klevi Sallën. Megjithëse Altin Doci fitoi pafajësinë në vitin 2024, ai nuk mundi të dalë nga burgu pasi prokuria e posaçme ka ngritur akuzat të tjera kundër tij pas dëshmive të Nuredin Dumanit, i cili e përfshin në disa ngjarje të rënda. Në dëshmi të dhëna në SPAK nga i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani, Klevi Salla, dyshohet si pjesëmarrës në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Uruçit, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Gjithashtu, Doci mbahej në burg edhe për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, shpërthyese dhe i municionit, e kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, si dhe grupi strukturuar kriminal. Në një tjetër episod në shkurt të vitit 2025, i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani ka rrëfyer para tokave të zeza disa nga krimet e kryera nga ai dhe banda e një tjetër të arrestuari nga SPAK, Erion Alibejt. Dumani ka thënë se pas masakrës së Bradasheshit, ku mbeti i vrarë vëllai Erion Alibejt, grupi kriminal do të merrte hak ndaj rivalëve dhe do të vriste në Elbasan kush t'i dilte përpara. Me porosi të Alibejt, ky i fundit ka akuzuar edhe Altin Docin se kishte qenë në grupin e ekzekutorëve, madje kishte tentuar t'i vriste vëllan, por ishte bllokuar arma.
Mirë, do flasim tani për situatën nga përmbytjet në vend. Fatmirësisht kemi një situatë më të përmirësuar. Ndalemi fillimisht në qarkun e Shkodrës me kolegun Simon Shkreli për të parë se si është situata në këto momente që flasim. Simon, të përshëndes, në Shkodër, Oboti duket se është më i prekuri nga përmbytjet. Si është situata deri në këto momente? A kemi një ulje të nivelit të ujrave? Duket se prurjet qoftë nga kaskada e Drinit dhe shkarkimet cilat kanë rënë dhe aktualisht shkarkohet me rreth 300 m3 në sekond. Kemi ulje edhe të prurjeve nga liçeni i Shkodrës, dhe çka duket se gjatë natës së mbrëmshme, por edhe para drekës të ditës së sotme ka bërë që kemi një ulje të nivelit të ujit në rrugën që lidh Obotin me pjesën tjetër, pra me rrugën kryesore të njësisë administrative Ana e Malit, çka ka sjell edhe përmirësim pra të kësaj situate. Nga ana tjetër vazhdon të ketë prezencë uji qoftë në fushën e Oblikës apo dhe atë të Muriqanit dhe në Obot. Ajo që është e rëndësishme deri tani në gjithë territorin e bashkisë së Shkodrës, nuk kemi shtëpi të përmbytura, po ashtu ka pasur edhe ulje të nivelit të ujit edhe në urrelat të Shirshit, njësinë administrative të Dajçit. Dal nga dal, siç duket, edhe përmirësimi i motit dhe ndërprerja e rreshjeve ka ndikuar pozitivisht sa i përket edhe nivelit të ujit në këto zona, por edhe tërheqjes që bëhet përmes kanalit të vetëm të mishtu shkarkues në drejtim të detit që është Lumi Buna, i cili shërben si kanal shkarkues të ujrave të cilat ndidhen në bazenin ujëmbledhës të liçenit të Shkodrës. Aktualisht niveli i liçenit, por dhe ujrave të lumejve të tjerë të cilat furnizojnë liçenin e Shkodrës është në kuotat normale për situatën në një periudhë të tillë dimri dhe në periudha të ndryshme të tilla që mund të kemë gjatë rreshjes. Nga ana tjetër, në kaskadën e Drinit ka një përmirësim të situatës, qoftë edhe të prurjeve, pavarësisht se kapacitetet e tyre janë në kuotat maksimale, po punohet me kapacitet të plot dhe shkarkimet janë cilat kanë vijur për gjatë gjithë javës me qëllim mbajtjen e kuotave normale dhe për të mos shkaktuar probleme në zonën e Nën Shkodrës. E kuptoj. Mirë, Simon, faleminderit për raportimin e drejt për drejt, dhe nga Shkodra zhvendosemi edhe në Fier, duket se dhe aty fatmirësisht kemi një situatë përmirësuar. Lidhemi me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, duket se situata është përmirësuar edhe në Libofsh të Fierit. Ka nisur ujë të tërhiqet edhe nga banesat e përmbytura, të cilat raportove një ditë më parë, por edhe nga tokat bujqësore, apo jo? Po, Kasandra, një ditë pas vërshimit të ujrave të lumit Seman që prekën veçanërisht zonën e Libofshës, konkretisht fshatin Hasturkas, në këtë zonë duket se situata po i rikthehet normalitetit, të paktën sa i takon largimit të ujrave nga banesat e përmbytura që ishin në total vetëm në fshatin Hasturkas 20 banesa të përmbytura dhe 100 hektar tokë bujqësore. Uji ka nisur të tërhiqet gradualisht me ritme të ngadalta, por mund të konstatohet se ka një rënje të ndjeshme të nivelit të ujrave, veçanërisht nga rruga kryesore e fshatit Hasturkas, e cila ditën e djeshme ishte në pjesën më të madhe të saj e përmbytur nga uji, duke bërë të pamundur daljen e njësive blektorale të tufave me bakti dhe të barinjve apo fermerëve të asaj zone për të kaluar në anën tjetër të fshatit, dhe sigurisht duke alarmuar në fakt edhe autoritetet, por edhe banorët e zonës, por gjithsesi ishte një situatë e cila u mbyll pa pasoja në veçanërisht në njerëz apo edhe në bakti dhe blektori. Sot duket se situata, si kundër thash, është drejt normalitetit. Banorët janë duke bërë atë që quhet konstatimi i dëmeve me sy të lirë, janë duke verifikuar në një farë mënyrë atë se çfarë ka lënë pas përmbytja e Semanit, ndërkohë që presin dhe duket se emergjenca kryesore për banorët e fshatit Hasturkas, por jo vetëm për të gjithë banorët e zonave të përmbytura nga Semani në këto 2 ditë, por edhe javës së shkuar nga Lumivjos,
është baza ushqimore apo rezervat ushqimore për Blegtorin dhe Gjën e Gjallë. Ajo që kërkojnë së pari banorët është pikërisht një ndihmë, e cila pritet në fakt të mbërri nga autoritetet vendore në lidhje me ushqimin blegtoral, me bazën ushqimore për Blegtorin, dhe së dyti, verifikimi i dëmeve në banesa. Ky do të jetë në fakt një proces i cili sipas komunikimit që kam patur me pushtetin vendor, me Bashkinë e Fierit, do të nisë me njëherë pas largimit nga uji nga të gjitha banesat, sepse faza e parë e verifikimit do të jetë ai i dëmeve në banesa të përmbytura dhe më pas në një fazë tjetër që ndoshta do të duhet të kalojnë të paktën 2 javë, pasi uji të tërhiqet edhe nga tokat bujqësore, do të nisë verifikimi ose faza e dytë e verifikimit të dëmeve në bujqësi, konkretisht në të mbjella, por edhe në njësitë ekonomike bujqësore në zonat e përmbytura. Duhet të kemi parasysh se Semani përmbyti disa zona ose teritorin e 3 bashkive në qarkun e Fierit, që janë bashkia Roskovec, bashkia Patos dhe bashkia e Fierit. Më e prekura ka qenë bashkia e Fierit sepse ka patur edhe dëme në banesa dhe në Blegtori. Fermerët në Hasturkas kanë folur sot për kameran e ABC News dhe mund t'i ndjekim. Janë në ujë, unë kam 70 ulim të këtu, aktualisht të gjitha janë në ujë. Një pjesë kam mbetur nga që largimi ujit që u bëshot mbjeset, kam qurë lopë lartë, po hanë diçka aty që të shtymë ditën, derisa se kjo situatë besoj se do zgjasë një javë derisa të bie në ujë. Gjithsesi, edhe nëse bie uji, juve ju duhet ushqim. Patjetër, baza ushqimore është kryesore e një për ato. Ne bëjmë si bëjmë. E kupton ti, po Blegtoria nuk do të dinë. Se u përmbyt, se ç'a bëhet ajo nuk do të dinë. Kështu që jemi në gjendje kritike. Fare për bazën ushqimore për Blegtorin. Sa krerë ke? Po kam 7 lopë, jo viçat, jo shpendët. Ja, i hodha 2-3 shpend tani, nga mbytja që u bën, i hodha 2-3 shpend, ja duken edhe pendët tjera shurdie aty që i kam marrë qend. Po çfarë bëjnë ka tokat më tanë ata? Janë detyruar që dalin më tanë. Janë të detyruar që dalin më tanë, se kanë tokat më tanë. Si këta dhe ne atje. Kemi toka më tanë. Po si mund të zgjidhet kjo? Pra, që edhe argjinatura të ruhet edhe... Po dhe ajo të ruhet, po dhe shteti duhet kujdesohet për tavarat që dalin njerëzit në tanë. Që ti mbushin a më shtetore, sa më i kusht, të rregullohen. Ti je gati për dimrin. Dimri ka gjëra të papritura. Ku dihet se mendon në njëri kurrë, kur. Po shkarkimi që bën ata, bën këtë punë. Mirë, Valbona, duket kështu se kërkesa e këtyre banorëve është fillimisht për bazën ushqimore për baktin, për Gjën e Gjallë. Faleminderit për intervistat dhe për raportimin e drejt për drejt. Zhvendosemi tani në Lezhë, aty ku edhe kjo zonë është prekur nga përmbytjet, e dëmet më të mëdha duket se janë në bujqësi. Do lidhemi me kolegun Gjergj Figuri, direkt nga Lezhë, pasi fermerët e fshatit Spiten në Lezhë janë ngritur edhe në protest për shkak të dëmeve që shirat shkaktuan në bujqësi. Gjergj, të përshëndes, banorët e më konkretisht fermerët e fshatit Spiten në Lezhë janë ngritur në protest për shkak të dëmeve të konsiderueshme që kanë postuar në tokat e tyre bujqësore. Çfarë thon ato? Në fakt, Kasandra bëhet fjalë për një zonë e cila prej muajit nëntor dhe deri sot u përmbyt 3 herë, çka do të thotë se qindra hektar tokë tashmë kanë pësuar dëmet e tyre në bujqësi kryesisht, por edhe për Blegtorin. Në fakt, prania e ujit për një kohë shumë të gjatë ka bërë që të mbjellat e dimrit, por edhe të mbjellat që janë pak më afaqat si Jongjja të pësojnë dëmet të shumta dhe sigurisht të krijojnë edhe një problem edhe sa i përket furnizimit me bazën ushqimore për Blegtorin, sepse një pjesë e mirë përdoret edhe për Blegtorin. Në këto kushte dhe duke parë problematikën e krijuar banorët e fshatit Spiten në Lezhë, në fakt kanë protestuar duke kërkuar që të bëhet një rivlerësim i të gjithë situatës, pa diskutim ajo që duhet të kryhet në terren dhe të identifikohen dëmet e shkaktuara, pasi sipas tyre dëmet nuk janë vetëm momentale, por fillimisht u krijuan në fillim të nëntorit me rreshtet e para të shiut, dhe ku sigurisht kjo zonë edhe për shkak se ka një
ndodhet shumë në një pjesë më të ulët se pjesa tjetër, e me pas qarje argjinaturës së lagunës përmbyti sërish këtë zonë këtu dhe së fundmi shirat intensiv, por edhe prurjet e lumenjve bën që sërish zona të krijojë përmbytje dhe përfundimisht të konsiderohet gjithçka e humbur. Disa kishin mbjellur për të dytën herë grurin, por që fatkeqësisht, duke qenë se po shkojmë deri ditës së 10 dhe këtyre përmbytjeve dhe uji vazhdon të jetë prezent, ka bërë që këto bim të konsiderohen të humbura, e sigurisht edhe të korrat e tyre që do të jenë gjatë verës. Ata sigurisht apelojnë që të vitë në ndihmë për të minimizuar dëmet dhe kostot e tyre, sepse në këto kushte, duke qenë se nuk mund të korrin, pra kanë humbur të korrat e tyre, por sigurisht kanë probleme edhe me blegtorin dhe pamundësia për të siguruar bazën ushqimore për me pas për blegtorin do të bëjë që ndoshta edhe të jenë të detyruar të shesin ato sepse nuk kanë zgjedhje tjera. Por sigurisht ata kanë folur në lidhje me këtë çështje dhe sigurisht problematikën e tyre dhe i ftoj të ndjekim pikërisht çfarë kërkojnë ata. Vetëm unë, si fermer, unë kam 60 delim miell me grur, edhe 150 delim janë që. Janë nuj? Këtë janë nuj, këtë i kam mytun. Grunin e kam përstrit, prap s'ka, na thanë me shku me regjistru, u regjistru ma tje ke njësia bashkjake, kur përfonimisht thanë nuk ka ardhë hala fondi pa bojnë përmytjen e dytë. Tash i bon dytën, thanë hajde një herë se bilda ta për të japim. Vetëm unë mund kem mbi 15 milion lek të vjetra, mund i kem dam që më jashtë bon nga përmytja. Edhe s'kam kuan kohën. Damët janë kolosale. Ju po shikoni vetë, toka është e përmytën komplet. Pa i që a mjellë para 3 javëve, a mjellë për dytën herë, në mënyrë që të garantojmë bukën, a i ka marru më vend. Kokra është kalpë në tokë. Na dëmton njëfë zakonisht të ranë. Diskutojmë me garantu ushqimin e 12 mujve të na, bukën, ushqimin për blegtorin, e të gjana po, ta s'kemi asë i gjana. Rapora ka qenë me 9 matë në nërë, me 20 e kena pasujt këtu. Ka hik, ka në 20 dit. Më kam janë gja, 220 rani u lejnë, si kam nuj. Shete e por e ka thënë përmytja por, 40 rani u lejnë, kam fillu me premte, se janë tha. Tash, jarë të dyta, tash s'kam shpres ma. Nuk e banë fjallë, se janë gjallë, janë gjallë se janë, po thëmë për ullajnë se janë shumë vjesharë. I kërkoj shtetit, të vejë një grupë verifikimi, e të vijë në terren, e të verifikoj e damet se janë bon. Jo se me plëtsu letra, se me plëtsu letra më komuna kullaj. E mos përna të në gjama, po grupi i verifikimit dalë në terren, të verifikoj e çdo fermer ka dame, dikush ma shumë, dikush ma pak. Mirë, Gjergj, që ndoshëm kështu edhe deklaratat që kanë dhënë këto fermerë se i takon problematikave që ka shkaktuar shiu dhe rreshtet intensive të shiut në fakt në bujqësi. Faleminderit dhe për raportimin e drejt për drejt. Disa familje të fshatit Cërnalev, të cilët jetojnë poshtë rrugës për në fshatin Borje, rrezikohen nga shkarjet masive të dherave si pasojë e prurjeve të shumta të ujit nga reshjet dhe dëbora. Situata është problematike pasi një sasi e madhe dherash po i afrohen 3 banesave. Banorët kanë kërkuar ndërhyrjet me njëhershme në këtë situatë problematike dhe kërcënim për shtëpitë dhe jetën e tyre. Sa i përket situatës në tërësi për qarkun e Kukësit, ka një përmirësim të ndjeshëm nga ana e bashkive Kukës, Haz dhe Tropoj, po punohet për riparimin e dëmeve të shkaktuara në 3 ura dhe 4 akse rrugore në njësitë administrative Zapot, Shishtavec, Topojan dhe Bushtric. Po ndiqni drejt për së drejti Shqipëria Sot, sterilizimi i pajisjeve kirurgjikale të spitaleve nuk do ofrohet më nga privati. Vendimi i qeverisë parashikon që ky shërbim të ofrohet nga shteti me anë të një operatori kombëtar për të gjitha spitalet publike, por nuk përjashtohen dhe spitalet private që do ta kërkojnë atë. Financimi fillestar do të jetë 200 milion lek nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë. Shërbimi i sterilizimit për pajisjet kirurgjikale në vend do të kalojë tashmë në menaxhimin e shtetit. Sipas vendimit të qeverisë për të menaxhuar këtë shërbim, do të ngrihet një shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror
e quajtur operatori shërbimeve të integruara të sterilizimit. Kapitali fillestar për krijimin e operatorit është 200 milion lekë financuar nga buxheti i vitit 2026 i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Shoqëria aksionare Oshis do të ofrojë shërbimet kundrejt të gjitha spitaleve publike universitare, rajonale dhe bashkiake në Republikën e Shqipërisë kundrejt pagesës. Po ashtu, operatori shtetëror mund të ofrojë shërbime të tjera shtesë edhe për subjekte private. Të ardhurat të arkëtuara më pas do të përdoren po nga vetë shoqëria. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale do të ketë detyrimin që të i sigurojë shoqërisë aksionare mjediset e punës të nevojshme për fillimin e ushtrimit të veprimtarisë. Operatori kombëtar i sterilizimit do të ofrojë kundrejt pagesës sete të personalizuara të instrumentave kirurgjikal steril, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimësh në sallat kirurgjikale, menaxhimin dhe administrimin e stacionit qendror të sterilizimit në QSUT, ofrimin e instrumentave kirurgjikal sipas tipologjisë së ndërhyrjes, të paketuara në sete individuale për çdo pacient, si dhe menaxhimin e cikleve për ripërpunimin dhe sterilizimin e instrumentave apo furnizimin me veshje sterile salle. Koncesioni për sterilizimin u firmos në dhjetor të vitit 2015 dhe ishte një kontratë koncesionare 10 vjeçare për sterilizimin e instrumentave kirurgjikal në spitalet publike me një vlerë prej 100 milion eurosh. Autoriteti i kontrollit të ushqimit në Elbasan ka nisur me kontrollet e imtësishme për cilësinë e produkteve ushqimore dhe pijeve që tregtohen në markete, restorante apo në tregjet e hapura. Kontrollet po kryhen në kuadër të zbatimit të planit të punës për vitin 2026. Lidhemi me kolegen Edisona Skënderi direkt nga Elbasani për të mësuar lidhur me këtë aksion. Edisona, të përshëndes, çfarë ka në fokus ky aksion i ndërmarr nga KU-ja në Elbasan? Të përshëndet, Kassandra, fokusi do të jenë në markete, të tregje, të markata, të si dhe tregtare, të cilët tregtojnë me paketë. Do të jenë në fokus të AKU-s për gjatë gjithë vitit 2026 me qëllim mbrojtjen e konsumatorit dhe ofrimin e produkteve të sigurta në tregje të vendase. AKU ripërsërit të thirrjen për të gjithë qytetarët që edhe gjatë vitit 2026 të tregohen të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në blerjen e produkteve të tyre, të blejnë produkte të cilat janë të certifikuara, kanë etiketat e sigurisë që janë në gjuhën shqipe, çka do thotë se janë produkte të cilat janë të kontrolluara dhe të sigurta për të konsumuar. Gjithashtu përshëndetet thirrja për bashkëpunim me AKU-n. Edisona, unë falenderoj për këtë raportim. Do ndjekim tani në fakt drejt për së drejti kryeministrin Edi Rama, i cili po merr pjesë në panelin e samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi. Kemi një bashkëpunim strategjik dhe me qëra fjala dua të them se kjo ka ndodhur fal këtij vendi e fal udhëheqësit të madh, tuaj që ka vizionin e njerëzimit që shkon përtej kufive. Dhe si që pam edhe gjatë çmimeve Zayed, ai mendon t'i shërbej njerëzimit dhe të prek jetën e qindra miliona njerëzve jashtë vendit tuaj dhe kjo është diçka që as Kombet e Bashkuara në tërësi nuk mund pretendojnë se e kanë bërë. E kemi nisur këtë gjë dhe ambicia fal edhe mentorit ton, që është personi i cili dje dha një nga fjalimet më të mira që kam dëgjuar, doktor Sultan Xhabër, nuk e di nëse keni dëgjuar, apo nuk jam i sigurt. Si grek, duhet ta njohësh më mirë. Nuk e di sa më shumë mund ta njohësh, sepse prirën ti në vlerësoni pak njerëzit, mendoni se keni monopolin e filozofisë. Dhe jeni trashëgimtar të Platonit e të Aristotelit, po nuk jeni. Me shumë sinqeritet, për ta përmbyllur sepse nuk dua t'i ha kohën t'i vendi të madh Malit të Zi. Mali Zi është vendi më i madh
në rajonin tonë dhe ka 50 milion qytetarë, jemi vend i vogël. Shqipëria është pak më e madhe, megjithatë Malizi është më i madh. Në rregull, ndjes po do ta lëm si ëmbëlsira për në fund. Për ta mbyllur këtë, ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani, zoti e Bekov, po synon që të mbrim në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për të fshitur pra Europës. Është e jashtëzakonshme që si një projekt 1 miliard të ndodhë, është më shumë se 1 miliard, është 1 miliard me të treja projektet. Jo, edhe njëherë numrove si grek. Kur flisni për parat tuaja, i shtoni 3-0. Kur flisni për parat e të tjerëve, i hiqni 3-0. Këtë bëni. Ja pse BE-ja ju do kaq shumë. Cila është shifra e saktë, zoti Rama? Shifra e saktë nuk kam ndërmend t'ju a them, sepse nuk e kam marrë akoma lejen nga doktor Sultani, sepse nuk do që t'i trëm italianët, duke qenë se ata gjithmonë kanë probleme me buxhetin e tyre. Le t'i kthehemi Malit të Zi, po faleminderit për këtë prezantim shkëlqyer. Në fakt, ky rend transballkanik është shumë i madh dhe krijon një pozitë mjaft fuqishme dhe do t'i kthehem kryeministër kësaj ideje të strategjisë së BE-s dhe çfarë ndikimi kanë marrëdhëniet me BE-n përgjithësi, po Mali i Zi është në rrugë për të bërë antar 28. Çfarë mendoni për këtë projekt të madh infrastrukturor vetë dhe menaxhimin e këtij projekti në Malin e Zi për të rritur në shkallë planet që keni? Kjo është një e konsiderueshme për një vend me përmasat tona. Ne i falenderojmë fqinjëtan të dashur, kryeministri Rama, që në fakt e rrit gjithmonë numrin e banorëve dhe rëndësinë tonë, por ne do të kemi ndërtimin e ndërlidhshmërisë dhe kapacitetet e prodhimit të energjisë për 50 milionë. Mirë, kemi ndjekur kështu një pjesë nga fjala e kryeministrit Edi Rama në panelin e samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi. Me këtë zhvillim bërim në fund të Shqipëria Sot, të tjera zhvillime mund të ndiqni në faqen zyrtare abc.news.al, abc.news e ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak me edicionin e mesditës do jeni me kolegen Fabiola Hoxha. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu.